Më thua një personazh që po rri në Big Brother po nuk ka vlera. Por që publiku po e voton për qëndruar aty. Patjetër që një ndërto, mendoj se është kryesori Casey. Casey pa dashur të cek pjesën se nga cili emision vjen, për mua mendoj se nuk ka të bëj fare. Kemi parë që ka patur personazhe të tjerë që kanë dalë nga përputhen edhe kanë ditur të menaxhojnë veten dhe të tregojnë aftësitë e veta, po nuk ka lidhje. Jo, mendoj që për sa i përket lojës së tij edhe personazhi që ka krijuar, përveç pjesës që ai dëshiron famën më shumë se çdo lloj gjëje tjetër, edhe mendoj se shet të gjithë personazhin e tij të trilluar vetëm për disa klikime, për të pasur një vëmendje shumë më të madhe, kështu që mendoj se kush futet në përputhen, pa dashur unë e vlerësoj si emision, por kush futet në përputhen, mendoj se ka buk mediat Big Brother. Pra ti vjen në një emision ku njihesh me shumë personazhet, paktën në aspektin e dashurisë. Nuk jam 100% i bindur sepse në lojrat e dashurisë, pra edhe në televizion, por edhe në përditshmëri, njerëzit luajnë duke manipuluar emocionalisht të tjerët. Big Brother nuk është kë. Prandaj ndryshojnë. Patjetër që po, është një trampolin, pra Casey është mësuar shumë mirë. Patjetër që po. Unë them është një stërvitje shumë e madhe, pra si për vajzat, si për djemt, se personalisht nuk do zgjidhja kurse si që të bëhesha pjesë e një emisioni që të njihja djemt me mira njerëz duke më parë, kështu që mendoj se duhet të jesh shumë i fortë për ta përballuar si program. Edhe mbi të gjitha po. I takojmë vetëm në kapë. Patjetër që po. Dhe mendoj se duhet të jesh shumë ta heqësh atë fytyrën tënde që ta shesësh. Dashuri me regjitha Mona.